këto problematika dhe për të mos u ballafaqur me to. Edhe këto janë shndruar në një bombë të kurdisur e cila shpërthen kohë pas kohe edhe pastaj i shohim ato që i shohim. Po më shumë se sa emrat, mendoj që problemi me LDK-n është problem visioni edhe leadershipi. Nuk ka të bëjë me emra caktuar, ka të bëjë më shumë me identitetin e kësaj partie. Duket që LDK-ja sikur e ka humb kauzën e saj politike. Partia e parë në Kosovë e ka humb kauzën edhe identitetin. Është partia e parë në Kosovë, e cila ka qenë promotore edhe shtylla ose katalizatore shumë zhvillimeve demokratike në vend gjatë viteve 90 apo edhe pas çlirimit dhe deri në shpalljen e pavarësisë. Mirë, po sot ne nuk e dim cili është orientimi ose vizioni politik i LDK-s. Është që traseja e Ibrahim Rugovës, plot gojën Rugove kanë pas edhe në këtë fushat? E vërtet, traseja e Ibrahim Rugovës konsideroj që e ka arrit objektivin e vetë. Çlirimin dhe pavarësimin e Kosovës dhe demokratizimin e Kosovës. Sot jemi në rrethana të tjera, në një kontekst tjetër politik, edhe duhen zgjidhje të tjera. Në këtë drejtim, unë konsideroj që LDK-ja nuk ka arrit me prodhu një vizion modern të ri pas pavarësisë të Kosovës. Edhe mungesa e këtij vizioni ka bërë që kjo parti me u coptu, një pjesë e madhe e elektoratit me kalu në parti të tjera, edhe pastaj mungesa e rezultateve në zgjedhje ka bërë që kjo parti me u dobësu edhe në strukturë. Mos harrojmë që LDK-ja nuk ka fitu zgjedhje në Kosovë që prej vitit 2007. Pas 2007, në fakt. Që prej vitit 2006, faktikisht. Domethënë, prej kur i ka humbur për herë të parë zgjedhjen 2007 pas vdekjes së Rugovës, është parti që nuk ka fituar asnjëherë zgjedhje. Edhe pse ka pas rezultate mirë. Prej vitit 2019, faktikisht as partia e dytë nuk është. Domethënë, është një ramje e vazhdueshme, një trend i ramjes së vazhdueshme të LDK-s. Dhe unë mendoj që ky është ndoshta momenti i fundit, nëse LDK-ja nuk arrin me konsolidu vetveten edhe kësaj radhe, ndarja e radhës e LDK-s do të jetë fatale. Fatale që do më thonë? Fatale do me thonë që nëse LDK-ja bjen në numra një shifror të mbështetjes, atëherë nuk kemi bëjmë me një parti... 90% në zgjedhje. Numra në shifror i bje 90%, nën shifrën 10%. Uroj të mos jetë një gjë, të mos ndodhë një gjë e tillë, për shkak të trashëgimisë dhe traditës politike që ka kjo parti. Mirë po, nëse nuk arrin t'i ballafaqojë gjitha këto problematika që i ka brenda, një ndarje tjetër është e mundshme dhe fatale. A do të përkthehet në ndarje